Tetovan Fest. Mbrëm fëmijët, por dhe shumë qytetarë të rajonit të Tetovës dhe jo vetëm, patën mundësi të shijojnë një mbrëmje të veçantë me shoqërinë kulturore artistike Xheladin Zeqiri, maskota të dashura dhe shumë lojra argëtuese, ku kaluan çaste të bukura plot buzëqeshje, argëtim dhe atmosferë festive në zemër të Tetovës. Mbrëmja u organizua nga komuna e Tetovës, kurse organizatorët e kësaj mbrëmje ishin Eles Mema dhe Albin Ajredini, të cilët me shumë përkushtim kishin bërë të mundur realizimin e këtij aktiviteti. Valle e Shqipërisë së Mesme nga grupi i fëmijëve, këngë për fëmijë, Shoqëria Kulturore Artistike Shqiptare Xheladin Zeqiri, Vallja, Kongresi i Manastirit dhe 14 marsi, këngët Tetova qyteti im. Sa her them se më pëlqen, o qyteti im që më sjell gëzim. Sa her unë e dua më shumë, kudo që shkoj se haroj. Kitara ime, fjalët e Qiririt, Ndalu vlla ta puthi pushkën, Xhamadani kujt si gjaku, si dhe koreodrama, kur dasma u bë luftë e lufta liri, nga grupi i vajzave, entuziazmuan publikun dhe fëmijët e pranishëm në sheshin e Tetovës. Jam si ti, si ai, si të gjithë o ju fëmijë, e vazhdoj, ëndëroj, po të njëjtit ta ndryshoj. Kjo natë e bukur u përmbyll me interpretimin e fundit nga Adea Munishi me këngën Lulkuqja e Gjakovës, ku të gjithë fëmijët u bashkuan në skenë dhe kënduan së bashku. Hewas një fjalë si shpëtoj o prej goje, na moj sa shumë duroj. Hey, na moj sa shumë duroj. He u shkumat barda i ditëshim prej goje, shokët na si tregoj. Hey, shokët na si tregoj. Jo s'jem dhe këllur kuqa e Gjakovës, one me mal të kujtoj, moj gani me te. Jo s'jem dhe këllur kuqa e Kosovës, gani me toj krenaria jon. Mbrëm skena u takoi fëmijëve. Ata na dhuruan këngë, valle dhe emocione të bukura, një mbrëmje mbushur me emocione, buzëqeshje dhe shumë talent, duke dëshmuar se fëmijët tanë janë pasuria më e madhe dhe se arti është gjuha më e bukur për të shprehur ëndrat, dashurinë dhe kulturën tonë. Çfarë po ndodh sot me rinin ton? Shkolla për ta nuk ekziston. Bredhin rrugëve ditë e natë, a thua prindrit ku i kanë? Me libra ka që plot shtëpia, sot dominon teknologjia.